Qytetarët shkodran u rikthyen në protestë pas ditën e së dielës, marshimi nisi nga sheshi sa Boletinin e Perash drejt godinës së Bashkisë Shkodër. Ramon Burg Berishën Burg! Ramon Burg Berishën! Shqipëria, shqiptarëve, vete patarëve! Shqipëria, shqiptarëve, vete patarëve! Shqipëria e re! Shqipëria e re! Shqipëria e re! Protestuesit vijojnë kërkojnë dorëheqjen e kryeministit Rama dhe kërkuan ndërgjegjësim nga qytetarët për të bashkuar në protesta. Intelektualëve shkodran dhe intelektualëve shqiptare. Atyre pak intelektualëve cilë nuk janë shqip deri në këta momente. Pra arsye se ka shumë probleme sa vani jonë. Ata do të ishin kanë të parë. Ata do të ishin kanë kryesorë që do të kishin mul kam. Dhe mos tjera në këtë moment, në këtë gjallje se a Shqipënia sot. Po bëhen 14 vite që është kjo qeveri në pushtet. Kjo qeveri e cila do të marrët mend për vjallje, për korrupsionin, për 1001 zezat që ja kanë mjallë venit tonë. Dhe sot ata po korrin këta fora që kanë mjallë gjithë ta vite. Intelektual i dëbun, vitet e para i dëbun dhe iken për venit. Kurse këta si janë sot, këta pak si janë sot, këta janë shqip. Dhe nuk mundet asnjë prej tyre me hap gojen për me kërku drejtën, e venit, për me kërku drejtën e popullit thjesht, drejtën e fëmijëve tonë. Revolucioni Flamingos erdhi si një ëngël e bukur. Erdhi me na diktu se rinia dhe intelektual shqiptar nuk kanë vdekur. Fakti që kjo protestë delikate e pashtë në konsistencën e vazhdimsinë e saj i ka dhënë shembull gjithë botës mbarë se si duhet luftojnë për drejtat tona, për pasuritë tona kombëtare, për identitetin tonë, më ban krenare pafundësisht. Se forca e një proteste nuk konsiston në forcën e dhunës, por në forcën e menimit. Duhet ta kuptojmë këtë. Duhet ta ndryshojmë këtë mendësi. Kjo tokë dhe kjo dhe nuk ka pas ndonjëherë ditë më zeza se sa sot. Kjo është dita më e zezë që nga viti i largët 1913, ku na çmunen qeveritë e huaja, Kosovën, Qamrin, Shkupin, Tetovën, Hotin dhe Gruden, Slavën dhe Goci. S'ka pas Shqipnia ditë më zeza se sa sot, që të çmimi atëhershëm, ditë më zeza se sa sot, nuk ka pas Shqipnia. Këto protesta janë të provokuar nga qeveria dhe Edi Rama kryesisht, por dhe nga qeverit para arse. Edhe pse në një numër të vogël qytetarët theksuan se do vijojnë me protestat,